transhumanca, kjo mënyrë jetese që UNESCO i quan trashëgimi botërore, është akoma e gjallë në Shqipëri. Jo sepse ne si shoqëri e ruajmë, por sepse dikush, si Abdyli, zgjohet çdo ditë dhe e jeton. Mëngjesi. A e mirë? A u lodhe? Jo, edhe këto që është mbjesh. Një që të mbjesh? Po. Po ja si të vazhdet, ta nuk ku dal atje marrë me vetë gjithë. Për 5 muaj rresht, ai jeton i vetëm në mal, ku shoqërinë e vetme ka natyrën. Natyrën e cila arrit të shëndetshëm ushqimin që Abdyli vendos në pjatën e familjes së tij dhe njerëzve që blejnë prej tij. S'me përpunu me bë djath, me bë... Po punojmë pak, sa për nevojë vetë, sa për vete. Po, sa për vete. Pak për punojmë. Kjo është shumë e rëndësishme sot, ku nuk dim as çfarë kemi në pjatë, as nga vjen, as kush e prodhon, dhe më keq akoma nuk na intereson. Dhe kur ndodh një problem me ushqimin, gjejmë gjithmonë dikë për të fajsuar. E në vlerëson një produkt që vjen nga një njerëz si Abdyli, se ai nuk flet për cilësi, ai e bën atë. Qumshin e kanë shumë mirë, këtë jo asit, pak kanë qumsh, pak kanë shumë mirë. Edhe mishin e kanë shumë të qishëm. Por realitete si ky nuk shihen nga larg, duhet jesh atje, duhet flasësh me njerëzit, jo vetëm të kuptosh çfarë prodhojnë, por si jetojnë, me çfarë përballen, çfarë u mungon. Në fjalë që 30 vjet në as një verë nuk u bë. Dikush ka bënë me forcat veta. Vjen moment që për shembull skema takat me punu ato duhet me hek. Duhet me hek. Po. Ma më hek sa më alo nuk për mi hova. Prandaj, Resu ka zgjedhur të jetë këtu, në Katund, për të sjellë në vëmendje atje ku ka filluar gjithçka, për të ndihmuar sadopak zvoglimin e atij hendeku ndërmjet tokës që e rrit ushqimin dhe tryezës ku